Kujdesi ndaj bletëve gjatë dimrit mbetet një nga sprovat më të mëdha për bletarët, sidomos në vitet e fundit kur kushtet klimatike po ndryshojnë. Sipas kryetarit të shoqatës së bletarëve Flora në Gjakov, Florin Dautaga, ky dimër është dalluar nga vitet e kaluara për shkak të rreshjeve të shumta të shiut. Me të vërtetë është një sprovë e madhe, sidomos në kohët e fundit, për shembull, vit për vit po thojmë, ky dimër qenë ka ndryshe në krahasim me dimrin tjetër, pat më shumë treshëra, sidomos këtë vit ka qenë me tresha të jashtëzakonshme të shiut. E dini edhe vetë në komunën tonë shka e gjatë. Është një sprovë shumë e madhe për bletë. Puna jonë pranverë, verë, vjerst, manifestohet gjatë dimrit për shembull. Nëse ne kemi rregullu e tona me ushqim të mjaftueshëm, me ngrohje, mbështjelljet e tyre për izolimin e bletëve, me qetësinë me rregullu, me afru qetësinë që e lypin, ato dalin për dimrit edhe dalin pranverë shumë, dalin shumë koloni të forta, të mira, për edhe sa më shumë me pas nektar në pranverë verë. Është provë e madhe. Rreshjet dhe vërshimet në komunën e Gjakovës kanë shkaktuar humbje të mëdha të bletëve. Dautaga thekson se disa bletar kanë humbur kolonitë dhe pasojat e plota do të shihen në pranverë, andaj duhet ofruar ndihmë të shpejtë nga institucionet. Vërshimet në vendin tonë, sidomos në komunën e Gjakovës, ka pas humbje shumë të mëdha të bletëve. Saqë përpresim që edhe pranvera do të na tregoj për pasojat e rreshërve të mëdha të shiut. Disa shokëve tonë, bletar ju ka marrë parqet e tëra me bletë, me kolonitë bletëve. Se di tash përpresim edhe ndihmën e vendit komunal, ndoshta edhe qeveria do të ndihmojë për ta. Në shumë shpejt, se përndryshe nëse shkon një kohë shumë e gjatë, atëra se ndihma nuk jo vijnë fare. Gjatë dimrit, bletët kanë nevojë për ushqim të mjaftueshëm, izolim dhe qetësi. Sipas Dautagës, përgatitjet për sezonin e ri bëhen që në dimër në mënyrë që puna me bletët të nisë sa më herët në pranverë. Bletë gjatë dimrit duhet me pas rezerva ushqimore të mjaftueshme, duhet me pas një izolim të mirë, duhet me pas një qetësi relative, nuk duhet na shpesh më shku me shqetësu bletët, se të bletët shqetësohen. Është një qenie gjallë që lëp një qetësi dimnore. Nëse vrejmë në që është një kohë e mirë e përshtatshme, ato edhe duhet pakës me marrë disa punë që i bojmë na. Mirë, por punë t'i kemi edhe për brenda shtëpisë, jo në koloninë e bletëve. Ne duhet me përgatit sa më mirë, me pas për materiale rezervë, që me fillu në pranverë sa më shpejt me punën me bletë, me kontrollat e para. Mirë po, nëse tash vrejmë se ato kanë lagështi tepër, nuk kanë ventilim, se është shumë rëndësishme. Sa është izolimi, është edhe ventilimi, se ajrat duhet me qarkullu, duhet me fut ajri i pastër e me dal ajri i ndotur, se dhe ato janë marrin ajër, marrin frymë, si për çdo qenie gjallë. Dautaga thekson se bletët në dimër ngrohen duke u grëmbulluar së bashku një top brenda kosherës. Ato dridhin muskujt e krahëve për të prodhuar nxehtësi dhe ushqehen me mjaltin e ruajtur për energji. Në këtë mënyrë, kolonia ruan temperaturën e nevojshme për të mbijetuar edhe në të ftohtë.